Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Avokati Jeffrey Roberts përmbyll fjalën e mbrojtjes së Recep Selimit. Ai deklaroi se prokuroria e Hagës ka prova në mbështetje të akuzës. Pa aftësia e prokurorisë për të bërë dallimin mes pretendimeve dhe provave është aq shqetësuese në këtë fazë të procesit gjyqësor, saqë është edhe befasuese. Por madje edhe pa aftësia për të trajtuar pikat e tjera që janë ngritur në lidhje me NKP-n, theksojnë mungesën e qartësisë dhe besimit që ka vetë prokuroria. Në fund, avokati Roberts ka thënë se Recep Selimi duhet të shpallet i pafajshëm për të gjitha akuzat, të lirohet mënyrë dhe të kthehet në Kosovë pranë familjes së tij. Edhe avokati Jakub Krasniqit, Ejden Elles në fjalën përfundimtare para prokurorëve dhe trupit gjykues u shpreh besim plot që kur gjykatësit të zbatojnë vlerësimet dhe të shohin dokumentet do të pajtohen me argumentet e mbrojtjes të cilat do të shojnë në shpalljen e pafajshëm të Jakub Krasniqit. Ne jemi besim plot që kur të zbatoni, kur bëni këtë vlerësim, kur të shikoni dokumentet, të marrë së bashku me dëshmitë e dëshmitarëve dhe kur të zbatoni me rigorozitet parimin e barës së provës, ju do të pajtoni me argumente të parashtruara prej nes dhe kjo do të çojë në shpalljen të pafajshëm të Jakub Krasniqit prej jush. Avokati Kadri Veselit, Rodney Dixon, tha se gjykata nuk mund të shpallë fajtor një person nëse kjo shpallje fajësie mbështetet mbi prova të patestuara dhe thashë theme. Ai përsëritet se zyra e prokurorit special nuk ka asnjë provë që lidh Veselin me krimet e kryera. Avokati tha se të gjitha pretendimet e drejtë për drejta apo rrethanore kundër Veselit janë të pabazuara. Të gjitha argumentat kundër zotit Veseli janë të pabazuara. Qoftë pretendimet e drejtë për drejta, si dhe pretendimet rrethanore. Si shembull, ai mori një video të publikuar nga prokuroria ku një dëshmitar tha se kishte dëgjuar nga dikush se Veseli ishte përfshirë në krime. Kur zoti Halling të martën ju tregoi një videoklip të dëshmitarit 4760, kur po jepte një intervistë për ZPS-n dhe tha që me demek kishte dëgjuar një histori prej dikujt që klienti im ishte i përfshirë. Ky është thashë themi pastër, sepse vetë burimi nuk ka qenë këtu në mënyrë që të merri në pyetje. Prandaj, ky klip është krejt i pavlerë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Demokratike është kundër nismës së Ramës për të ndryshuar nenin 242 për pezullimet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin se po tenton të korruptojë gjykatën kushtetuese. Të dashur qytetar dhe qytetare, në amandamentin që ka sjell për mbrojtjen e vetës tij, për të korruptuar me ligj gjykatësit kushtetues, ka përfshi dhe ata në mburojnë e turpit ligjore ndaj anullimit ndaj pezullimit nga detyra. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski nuk komenton zhvillimet brenda partnerit në bashkëqeverisje koalicionit Vlen. Mickovski tha se ideja që Vlen të bëhet parti politike është e mirëseardhur dhe shtoi se ka komunikim të rregullt me liderët e koalicionit. Unë nuk mund të komentoj se cilat janë zhvillimet në koalicionin Vlen. Unë mund të them se kam komunikim jashtëzakonisht korrekt me secilin antar të qeverisë që vjen nga Vleni. Do të thosha shumë të suksesshëm të drejtë për drejtë. Kam komunikim të rregullt me kryetarët e partive politike që janë pjesë e Vlenit, kështu që konsolidimi i tillë në një subjekt politik është i mirëseardhur në skenën politike të Maqedonisë, por për zhvillimet e brendshme nuk është kulturë që unë të komentoj, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.